Rama deklaroi se qeveria ndërhyri në një financim për 4 milion eurosh të garantuar zhvillimin e koncertit të Kanye West, duke cilësuar ndërhyrjen të domosdoshme për të mos dëmtuar imazhin e Shqipërisë përballë mijëra vizitorëve të huaj. 4 milion euro në minutën e fundit për të mos turpëruar Shqipërinë në sy të afro 25.000 të huajve nga 80 shtete që gjërmosot kanë blerë në kohë biletat për Kanye West për të mos humbur një mundësi fantastike promovimit të Shqipërisë turistike për një nga komunitetet më të mëdha të botës dashamirët e muzikës, për të stimuluar ekonominë, e cila sa për një shembull, sipas UEFA-s, pati një hyrje për 160 milion eurosh nga finalja e Conference Ligës, ndërkohë që nga ky koncert në kushte të vështirësuara artificialisht prej dashaketzmerakëve në llogarisim një më pak se 100 milion euro të ardhura, shkroi Rama. Rama po ashtu shtoi se rritja e rezervimeve në platformat e akomodimit për fundjavën e koncertit dëshmon ndikimin e drejtpërdrejtë ekonomik për familjet, bizneset dhe të ardhurat e pushtetit vendor dhe qendror. Mjafton të shihet shpërthimi i rezervimeve në Booking për të premten, të shtunën dhe të dielën për të krijuar një ide të përfitimit direkt ekonomik për familjet, biznesin, darkën e bashkisë së shtetit për rritja e konsumit, pa llogaritur këtu fare përfitimin e shtrirë në kohë, shkroi Rama. Kryeministri kritikoi kundërshtarët e vendimit, duke i akuzuar se po manipulojnë opinionin publik përmes pretendimeve se fondet e përdorura për koncertin janë marrë në dëm të sektorit të shëndetësisë dhe pacientëve. Rama theksoi se vetëm këto pak ditë më parë, qeveria ka miratuar fondin shtesë për 15 milion eurosh për barnat e pacientëve me sëmundje onkologjike, 5 milion euro për pajisjet mjekësore, si dhe masa të tjera mbështetëse, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët me aftësi të veçanta, programet për startupet, garancinë sovrane për bizneset dhe investime në zhvillimin urban dhe rural. Kryeministri Motej akuzoi kundërshtarët e tij për përpjekje për të penguar zhvillimin e vendit. Tani çfarë duan sorrat dhe korbët që e privatizuan djellëzisht protestën qytetarët Flamingove, duke i detyruar të shtektojnë larg bulevardit? Shumë e thjesht duan të dalin dhe të kthejnë mbrapa Shqipërinë me dhunën e arbitraritetit, të sharjeve, të shpifjeve, të akuzave dhe kërcënimeve, por çdo që mendon ndryshe prej tyre ta harrojnë. Shqipëria nuk ndalet dhe nuk ka asnjë shans të kthehet mbrapsht, përfundoi Rama.